Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur pozitivisht ftesës së presidentit amerikan Donald Trump, që Shqipëria të bëhet antare e Bordit të Paqes për rindërtimin e Gazës. Në një kohë kur konfliktet dhe përçarja dominojnë shumë shpesh panoramën ndërkombëtare, paqja duhet të formësohet aktivisht, e jo të pritet pasivisht, a diskutohet pafundësisht në forume politike, teksa përreth globit jetë të pafajshme humbasin kotësisht çdo minutë. Bordi i Paqes shfaqet si mishërimi i kësaj domosdoshmërie urgjente. Në një reagim në rrjetin social X, kreu i qeverisë thekson se ky bord duhet të veprojë në terren, pasi nuk është koha për të bërë vetëm deklarata. Kur filtrohet pafundësisht përmes shtresave të procedurave, paqja shumë shpesh mbërrin tepër vonë. Kjo nismë mishëron me plot të drejtë kuptimin se koha, qartësia e mandatit dhe përgjegjësia personale në nivelin më të lartë janë vetë instrumente të paqes. Dhe njëherë, Rama sqaroi linjën në të cilën qëndron Shqipëria, si një aleate e SBA. Në këtë frymë të qëndrueshme parteneriteti, dëshiroj të ritheksoj se Republika e Shqipërisë qëndron me vendosmëri përkrah Shteteve të Bashkuara të Amerikës në të gjitha përpjekjet për promovimin e paqes, sigurisë dhe angazhimit konstruktiv global. Tashmë aderimi i Shqipërisë për të marrë pjesë në Bordin e Paqes duhet të kalojë për miratim në Kuvendin e Shqipërisë.